Po shiko Luan, unë Çfarë kam gjete pas... atraktive, joshse Unë gjithmonë kam qënë në shitje si natyrë dhe them arti i shitjes është e ke ose e ke. Por përsa i përket pjesës së tregut imobiliar, po shikoja që Shqipëria ishte gjithmonë edhe në zhvillim, po shikoja që po ndërtohej cep e më cep, pra fillovi të merrte zhvillim edhe zona që ndoshta ne nuk i njihnin. Atëherë thash pse jo, unë shitjen është gjëja që më pëlqen më shumë dhe gjëja që e ndjej veten 100% in. Atëherë pse mos të tentoj dhe të shikoj diçka më ndryshe nga bizneset ose nga veprimtarit që ndërmarrin njerëz të tjerë në botën e biznesit. Pastaj, se sa i gjen ti veten, unë them gjithmonë që është një punë që çdo kush mund ta bëj, por jo çdo kush e bën. Që do të thotë, ty të jepet mundësia, mund të adaptohesh me tregun, mund ta shohësh si një zhvillim për biznesin tënd, por jo çdo kush e bën, sepse kjo puna duhet të jesh pak bankier, pak noter, pak arkitekt, pak nga të gjitha që ti të plotësohesh. Edhe pak matrapas? Dhe pak matrapas për të bërë kjo që ti je sot edhe për t'i dalë tregut hapur dhe të kesh informacion mbi çdo drejtim edhe mbi çdo pyetje apo dhe mbi çdo problematik që mund të dali, sepse pronat e Shqipërisë gjithmonë kanë pasur edhe problematika me dokumentat. Që kështu duhet të jesh edhe pak juridik si person në dokumentacionet e pronave. Gjete vështirësi në fillim? Patjetër që po. Një femër, sidomos një vajzë në të 25-tat kur e kam nisur unë, është gjithmonë shumë e vështirë për të hyrë në botën e biznesit, sidomos në tregun e ndërtimit ku ke të bësh në një botë burrash të mund, në një botë ndërtuesish edhe gjithmonë dihet ajo se si të shohin në Shqipëri në fillimet, derisa ti i tregon që shiko se unë jam një vajzë e fortë, unë jam këtu për biznes edhe këtë gjë do ta çoj deri në fund.